Gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 28 vatra zjarri në vend, prej të cilave 2 mbeten aktive. Dhe më kritike, vatrat në bashkinë e Elbasanit dhe në Finiq. Ministria e Mbrojtjes njofton se zjarri në vend grumbullimin e mbetjeve në Elbasan vazhdon të jetë i pakontrolluar, ndërsa në Finiq vatra ka përfshirë edhe zonën me pisha në Malçan, ku ndërhyrja po vështirësohet nga terreni. Gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 28 vatra zjarri, nga të cilat 2 vatra janë ende aktive. Këto vatra zjarri janë evidentuar në bashkitë e Elbasanit, Durrësit, Vlorës, Finiqit, Selenicës, Himarës, Delvinës, Skaparit, Shkodrës, Vallëtëdejës, Malësisë së Madhe, Tiranës, Kavajës, Korçës së Lezhës. Aktualisht mbeten aktive vatrat në vend grumbullimin e mbetjeve në bashkinë e Elbasan. Në vendngjarje shkon shërbimi i MZSH të bashkive Elbasan, Carik, Peqin dhe Kamës me 5 automjete zjarr fikse me 20 efektiv dhe 4 mjete të rënda të bashkisë. Më pas, në ndihmë të forcave të terren, shkuan edhe 2 automjete zjarr fikse me 10 efektiv nga forcat e armatosura. Në orët e vonë të mbrëmjes, situata u rëndua dhe në vendngjarje shkuan edhe 6 mjete të rënda, 5 fadroma, 1 ekskavator të bashkisë Elbasan dhe 7 mjete të rënda të subjekteve private, të cilat kanë punuar gjatë gjithë natës, por pa mundur ta izolojnë zjarrin në landfill. Ditën e sotme në terren ndodhen 3 automjete zjarr fikse me 15 efektiv të bashkisë Elbasan, 2 automjete zjarr fikse me 10 efektiv dhe 1 traktor me zinxhir nga forcat e armatosura dhe po shkojnë edhe 3 automjete zjarr fikse nga bashkitë të tjera. Në një sipërfaqe me shkure dhe barishte në fshatin Grazdan, njësia administrative Livadhja, bashkia Finiq, shkuan shërbimi vendor i MZSH i bashkisë me 3 automjet zjarr fikës me 10 efektiv. Forca vullnetare e zonës dhe forca bashkiake, të cilat u angazhuan në fikjen e zjarrit, terreni e vështirësoi shumë ndërhyrjen. Gjatë natës kanë qëndruar në monitorim 1 automjet zjarr fikës me 3 efektiv, por si pasojë e përkesimit të situatës gjatë natës, në mbështetje shkuan edhe 4 automjet zjarr fikës me 12 efektiv nga bashkitë Himar, Saran, Delvin dhe Konispol. Ditën e sotme, vatra e zjarrit është vendosur edhe në fshatin Malçan, në një zonë me pisha dhe në mbështetje të forcave zjarr fikse në terren, kanë shkuar edhe 6 forca nga shërbimi pyjor dhe 12 vullnetar. Në të gjitha operacionet për shërjet e zjarreve u angazhuan 32 automjete zjarr fikse dhe 255 forca operacionale. Gjithashtu, në operacionet e ditës së djeshme, morën pjesë edhe forcat e armatosura me 2 helikopter dhe 40 efektiv, me 5 mjete zjarr fikse dhe 1 traktor me zinxhir. Instituti i Gjeoshkencave ka shpallur nivel rreziku të lartë për 7 qarqe. Bazuar në parashikrimet e Institutit të Gjeoshkencave, sot pritet nivel rreziku i lartë në qarqet Shkodër, Kukës, Lezhë, Durrës, Tiranë, Berat dhe Fier, ndërsa në qarqet e tjerë pritet nivel rreziku i moderuar, ndërsa temperaturat maksimale pritet të arrijnë deri në 40 gradë Celsius. I gjithë sistemi i mbrojtjes civile është në ndjekje të situatës dhe në gatishmëri për të ofruar mbështetje të menjëhershme nëse do të jetë e nevojshme. Ftojmë qytetarët që në këto ditë me temperatura të larta dhe rrezik të shtuar për zjarre, të tregojnë kujdes maksimal dhe përgjegjshmëri. Të shmangin çdo veprim që mund të shkaktojë zjarr, si ndezja e zjarreve në ambiente të hapura, djegja e mbetjeve apo hedhja objekteve të ndezshme në natyrë. Ministria apelon për kujdes maksimal dhe shmangje të veprimeve që mund të shkaktojnë zjarre.